Kryeministri Edi Rama gjatë një takimi në Elbasan ka përmendur deputetin e Partisë Demokratike Dashnur Sula, i cili mbeti jashtë listave në zgjedhjet e 11 majit. Rama gjatë deklaratës së tij tha se dera e Partisë Socialiste është e hapur për të gjithë, përfshirë edhe Dash Sulën. Këtu kemi edhe të kuq fare, roz, pak më bojqell. Partia Socialiste është shtëpi e hapur dhe jo ku duhet t'japësh provim para se të hysh. Këtu kemi edhe të kuq fare, roz, pak më bojqell, duhet jemi të hapur edhe për blun. Rëndësi ka që njerëzit kenë dritë në sy për Shqipërinë. Kjo është partia jonë, e mbajmë derën mbyllur nëpër territore, por sot jemi këtu për t'ju thënë mirë se vini, përveç salamandrave dhe kukumjaçkave të Kënetës që nuk kanë vend. Kurse Dash Sula duhet të dezinfektohet, po duhet heq morrat e Kënetës, aty të mbyt morri është merr, kështu që më tha njëri nga ata, që kanë këtë punë që nuk rin dot pa dalë në protest, kruani, mbyt morri, edhe bufi rrin mbi kokë, thot Rama. Duke folur për Dash Sulën, Rama thot se mbeti pa parti për të kandiduar për 11 majin. Nuk është rastësi që Kalaja e Rozafës është legjendë shqiptare. Ndërto ditën e prish natën, ndërto Dash Sula gjithë atë parti në Peqin dhe ja prishën natën. U gdhi në mëngjes dhe ja kishin marrë partinë, ja morën natën partinë Dash Sulës. Gjithë ajo partia atje nuk dihet se kush do t'i haj ato kokra gruri se Gjeli Detit mbeti pa parti. Gjeli Deti e kam kompliment se është në fushë të thatë, se të tjerët janë luc, mund të thuash çfarë të duash për atë, pa ato që i ka, thot Rama. Rama nuk la sot pa komentuar, më sakt pa ironizuar edhe partitë e reja. Tani është mundësia për të bërë histori. Ata që janë në Bruksel duhet marrin mesazhin e qartë që shqiptarët vendosën vazhdimin e negociatave, jo një lëkundje duke futur në mes qoftë edhe një rrjedhje sa do të vogël të Kënetës apo të moçaleve të vogla që janë krijuar rreth Kënetës dhe i thon vetes partitë të reja. Jemi rinia që po vjen me baballarët, me tezat në listat e mbyllura. Kjo është esenca e 11 majit, thot Rama.